stadium në 25 mars 1919 ndodhi revolta e parë antikomuniste në qytetin e Kavajës. U lutë neshja Vesa Partizan. Vides ke ky stadium, ke ky vend ku janë ne në përballë tribunës, u bë një përleshje me vëllezër të rrugës, me një grup rinish në Kavaja, siç ishim ne, gjatë dhe shumë pjesë të tjera. Në këtë stadium u dështua ajo që kërkoshim, se ne kishim përgatitur që në minutën 88 të hyshim fush, dhe të përplasmi direkt me diktaturën, me sampisat, me klyshat e në një hodës. Por, me djemën dështoj, por dita e nesë në 26 marsi, arriti me sukses. Me 5 grupet, me ato rrugandët që thonë dhe gjigërtisë për Mizalia, në shpashëllu komisariatit e policisë Kavajës, dhe i futën simi brënda. Kjo është e vërtetë. Po të thushti pse nuk u spulluan shumë djemë të ri që ishim në palës të demonstratës. Nuk u spulluan për arsye se ne ishim me pseudonime, unë i pari, kam pas 2 pseudonime. Leshi që mjef nga gjithë Shqipnia, Tirana, Piri, Lushja, që kam bugë taket, kam dhe pseudonimi Uku. Kurse vlejtë e mi, njonin Arin i thoshin Vaci, Yllit i thonë Santuqja, Gerzi i thoshin Katiti, dhe shumë pseudonime si Gjirë Maceqi, Ben Dipongu, Qingafogu, Ren Karapoj i thoshin Qingafogu, me fjallë ishim të mqehur vetëm me pseudonime. Dhe këto pseudonime i gjithë Kavaja nuk është nevoja, po përpara me gjithmonë me të vërtetë. Ma të vërtetë që Kavaja kontriboi në vitin 1990, ma të 26 mars, ma të që do që shumë njerëz duhet të agroposin. Për ne pikërisht u zgjodha dhe këtë stadiumin me tërgu ka ato ngjarje. Tani, unë do përshëndrohem që ti më kam një mal me tërgime. Po tërgime kena të bukura dhe të shtushme dhe të rënqelshme. Më kena tërgime të jashtëzakonshme. Rinia e Kavajës, mas këtyre revoltave, siç thashë unë Tusi, po nuk marrohet Tirania e Partizanit. Nuk marrohet ishin grumullu para fortit e gjithë Shqipëria. Kishin më shumë ishin nga Shkodra. Vetëm kur unë grumullova çunat e ri, ato çunat e ri që ishin gjatë vetë ose dëshem, që u turrëm me barudhën para Kavajës. Një përfitje po në unë përplasën direkt e porti. Atje ke porti, u përplasën me Xhep Kajoshin. Vides i shemë mjekër sjatë, vides u patën dhe debate, dhe i sa në puni 5 iva me shampistë. Portin e shpërthym, unë maj men Tirania e Partizanit, 10.000 veta, njerëzit, nuk ishte kusha mirë të anijen, se kapiten anijen si që dukur, u arrita që të venë mu si kapiten anijen, më zgjollën mu nga gjithë Shqipëria. Dhe më thoshin kapiteni. Ne arritën po shmosh që të anisim anijen. Ne edhe 3 ditë të renes, nuk arritën do, se shampisët mu, jo vetëm mu, po shkun qanë tupat, më bon masakra Tirania e Partizanit, dhe kjo është e vërtetë. Dhe si që më ka thonë të sakët, mund bus të e kërë se rrjenë nojnë e anijës dhe të gëvërtitur. Ato ikim atë jepe entuzatën popullin, dhe lëvishim u lëkunësim që të njështë anijës. Kena po shumë gjarje. Po me gjithë të gjarje unë të përqendronë se kena një fat të madhë nga një gazetar francez. Ky gazetar francez ka hup disa filmime nga Kavajës. Dhe ato filmime mund për randorë. Edhe tuti pasqyrojnë me anë kamërës ju. Për ne ju lutemi që i filmoni. Ju faleminderit për këtë bisedë që bëni. Gazetar francez. Ja ku është gjithë Kavaja, ja ku shoku i Magellani, Ullaj, Loshja, çunat e lagjes që kanë ballë, këtu jo mund. Këtu ke edhe po shtuaj që gjithë Kavaja. Filmoj Nemraz, po më shen. Po. Ne shtojmë ka një gazetar francez në internet. Kurse këtu kena prit për jetë para sa liberishëm. Jo vllai, ku kam rësu kinemon verore që gjoje komunistët mos aveni bombë. Me tru çunës. Tu prap është zë vajtari. Ky Gremos Pasko, kur i kimi vllai 2 pistoletës, se vetëm ne ishim të armatoshëm, kur i nxorri 2 pistoletës, u habit dhe ka një me kuj hap. Edhe kërkoj një pozë me ne. Po kjo gjithë shumë po të janë kjo me Çim Gazadin, ku shpërthym Tiranë, që ka marrë qëllimin Tiranë, që shkatoi një bel lapi nga Vlora në Laprat. Deshe më hu ka ato pindi, me morë peng stampisët e një dhmi hotës. Po më shkotoj 2 Gazadi dhe një pen labi nga Vlora, një policë, që ishte në Kavaj, bidës, jaku kapelin, jaku me mund, jaku Çim Gazadi. Edhe tu po shumë, jaku Çim Gazadi, jaku jam në, me sa mund dorë. Jaku jam mund që më një prej parë në kongresin e parë, Partisë Demokratike. Sa në që ka përka që azim karikitu. Ja dhe shoku i Magellani, që ka qenë balë të demonstratës. Këtu është një po ka një gazetar, po i gazetari francez që ka unë një filmim, këtu kërë mos titër pishtarë të vlerësuar, ditët e parë demokracisë të vlerësu, të ndjemë të lagjes kushtrimi, janë shumë, po kënë është një fragment.
një grup tjerë shëri që kanë qenë balë të demonstratës. Këtu kur huna nga gëzimi, fitoi demokracia huna emrin Pishtari, një qoske, që e kisha për kënaqësi nga populli Kavajës që thonë gjithmonë, Sali Berisha i pari ti i dytë. Që unë sot ndodhem pa punë. Ja këto janë ngjarjet një pasqyrë e vogël e qytetit Kavajës, që historianët e Kavajës, drejtori Mozoumit nuk pranon t'i vejë në një festën 26 marsi përballë Mozoumit, po mirët me shkrime kalamaj që nuk kanë lidhje me ngjarjen e 26 marsit. Ja këto janë, unë kam shumë të tjera që ndoshta një ditë do t'i pasurojmë më shumë. Në qoftë se interesojnë gazetarët e Shqipërisë.